Duhet prej këtu diçka që është bërë një nga barsaletat e ditëve të fundit, lidhur me një zhvillim që ka ngjallur një debat të madh. Ideja që investitorët e huaj vinë në Shqipëri për të ndërtuar rezorte të cilat janë për shumë të pasurit dhe përpunonjës nga Pakistani, nga Bangladeshi apo nga Filipinet, sepse duan t'i paguajnë shumë pak, është një ide që nuk ka asnjë lidhje me realitetin. Është gabim i madh që të fritet në këtë mënyrë, edhe është një gënjeshtër e madhe që të mendohet në këtë mënyrë. Spari, ne nuk është se kemi një numër të madh investitorësh të huaj në turizëm. Sapo ka filluar një interesim nga kapitali dhe nga sipërmarrja e huaj për Shqipërinë, që lidhet me suksesin e Shqipërisë në turizëm. Deri përpara disa vitesh, ne nuk kemi pasur asnjë interesim, zero, nga kapitali i huaj dhe nga sipërmarrja e huaj për të investuar në turizmin shqiptar. Zero. Pse? Shqipëria ishte po kaq e bukur, natyra shqiptare ishte po kaq e bukur, vizhëria e saj ishte po kaq sa që është sot, në ato zona ku nuk është investuar asgjë, nuk ishte asnjë interesim. I pari interesim që pastaj u materializua ishte interesimi për portin turistik të Durrësit. Dhe mbas atij interesimi dhe mbasi u hap rruga atij investimi, ka filluar të ngrihet interesi i kapitalit dhe i sipërmarrjes së huaj për të investuar në turizëm në Shqipëri. Pse? Sepse nuk ishte pikë besimi. Ideja që kapitali i madh dhe që sipërmarrjet e mëdha shkojnë në vende të caktuara për të investuar në turizëm, për të shkatruar ato vende dhe për të shfrytzuar një krah pune të lirë, është një ide e lindur nga padia totale, sepse është e kundërta. Nuk ka prova që kapitali i huaj dhe sipërmarrja prestigjioze ndërkombëtare të ketë luajtur rol në shkatrimin e natyrës apo të jetë shkaktarja kryesore e dëmeve që janë bërë mjedisit. E kundërta është e vërtetë.